4 astronautët e anijës kozmike Artemis 2 kanë ndezur motorin e anijës së tyre për të shkëputur nga orbita e Tokës dhe për të nisur me shpejtësi drejt hënës, një moment historik që e angazhon NASA-n në fluturimin e parë hënor me ekuipazh në më shumë se gjysmë shekulli. Motori i kapsulës Orion i nxiti të njëjtën astronautët në trajektoren e tyre drejt hënës, të cilën tani do ta përshkruajnë si pjesë e misionit 10 ditor Artemis 2. Ekuipazhi ndihet mjaft mirë këtu lart në rrugën tonë për në hënë, tha astronauti Jeremy Hansen. Njerëzimi ka treguar edhe një herë se çfarë është i aftë të bëj. Mund ta shihni të gjithë globin nga poli në pol. Mund të shihni Afrikën, Europën dhe nëse shikoni nga afër dritat veriore, tha komandanti Artemis 2, Reid Wiseman, në një transmetim live nga hapësira, duke përshkruar momentin kur ekuipazhi pa tokën si një të tërë. Ishte momenti më spektakolar i jetës tonë, u shpreh ai, që theksoi se toka dukej e mrekullueshme nga lart. Kapsula me të 4 astronautët pritet të arrijë pranë hënës më 6 prill. Gjatë ditëve të ardhshme, pamjet jashtëdritareve të tyre do të bëhen gjithnjë e më frymëzuese dhe të bukura. Toka që të kurret në një mermer të vogël blu të bardhë pas tyre dhe hëna që rritet nga një disk i ndritshëm në një botë me kratere të dendura që mbush kornizën. Rreth ditës së 6 të misionit, ndërsa Orion lundron përtej hënës, astronautët pritet të dëshmojnë një eklips total diellor nga hapësira e thellë. Dhe ndërsa ekuipazhi Artemis 2 i NASA-s nuk do të bëjë vetë një ulje në hënë, misioni i tyre gjatë ditëve të ardhshme do të hapë rrugën për hapat e ardhshëm njerëzor në hënë. Gjatë udhëtimit të tyre, 4 astronautët do të fluturojnë 10.299 kilometra përtej anës së largët të hënës, e cila gjithmonë është e kthyer larg Tokës, duke shënuar herën e parë që kjo ndodh në historinë e njerëzimit. NASA thot se gjatë kësaj periudhe ekuipazhi do të analizojë dhe fotografojë tiparet gjeologjike të tilla si krateret dhe rrjedhën e lashtë të lavës, të cilat do të ndihmojnë misionet e ardhshme për të eksploruar rajonin e polit jugor të hënës.